Kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi këtë të martë një bashkëbisedim me banorët dhe sipërmarrësit në Theth, ku në fokus ishte prezantimi i paketës së maleve dhe sqarimi i qëllimit të saj. Sipas tij, për paketën e maleve ka një keqkuptim të madh, ndërsa shtoi se është krejt e kundërta e atyre që thuan. Ai theksoi se kjo paketë synon zhvillimin e pronave të trashëguara. Më tej kryeministri foli dhe për aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje në Theth. Paketa e maleve është eksaktësisht e kundërta e të gjitha këtyre që thuan. Eksaktësisht e kundërta. Paketa e maleve nuk është as për uzurpues, as për biznesmen që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë marrëveshje me ju, as për oligark, as për asgjë tjetër, përveç se për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarëve të pronave në territore ku toka nuk është ndarë sipas 7501-shit, sepse ju dhe të tjerët në këto territore nuk e kanë pranuar 7501-shin, e kanë ndarë tokën mes veti, me kufit e vjetër dhe përgjithsisht, jo gjithmonë, por përgjithsisht nuk kanë konflikte me njëri tjetrin, por dhe për të adresuar aspektin tjetër që ka të bëjë me territore ku nuk ka, siç është këtu për shembull, asnjë mundësi tjetër zhvillimi përveç turizmit. Më tej, Rama u ndal te aksioni i ndërtimeve pa leje në këtë zonë që u goditën pak kohë më parë, ku theksoi se zona e Thethit nuk është për të kryer ndërtime të tilla, por vetëm me sistem, leje dhe punime cilësore.